Mos dilni nga shtëpit, situatë alarmante, moti i keq, shkatëron gjithçka. Kryetarja e bashkisë Chiara Rossetti i ka bërë thirrje qytetarëve të mos afrohen pranë urrave dhe të shmangin çdo lëvizje të panevojshme. Mos dilni nga shtëpia, mos përdorni makinën dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale, tha ajo. Qyteti Bardonecchia në Torino është përfshirë nga përmbytje të mëdha pasi lumi Frejus ka dalë nga shtrati për shkak të rreshjeve të dendura. Uji i lumit ka vërshuar në rrugët e qytetit duke bllokuar qarkullimin dhe duke detyruar autoritetet të shpallin alarm maksimal, pothuajse 2 vite pas përmbytjes së madhe të gushtit 2023. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë rrugë të mbuluara nga uji dhe dëme materiale. Përmbytje ka ndodhur edhe në autostradën A32 Torino-Bardonecchia, ku është mbyllur dalja për në zonën turistike në të dy drejtimet. Ndërkohë edhe lumi Dora ka dalë nga shtrati në pjesën e poshtme të qytetit, duke përmbytur edhe rrugën.